Dashur miq, shkoa të realizojmë dhe intervistën e radhës dhe vërtet është një kënaqësi e madhe që me mua dhe ju të nderuar televizionistë të kem mësuesen Shahbaze Vishaj Grajqevci, njerit arsimtare e pensionuar, po unë kështu më pëlqen të them mësuesi, disi më duket më e afërt nga se di mos prindit na vije mësuesja në jetën tonë, po në përgjithësi mësimdhënësit. Dhe fillimisht ju urojmë për pensionimin. Faleminderit shumë. Ju dje kishit dhe ditëlindjen, shumë urime dhe ju dëshirojmë shumë jetë të gjatë dhe tashmë këtë pensionim ta shijoni në mënyrën më të mirë të mundshme. Faleminderit shumë. Dhe para vetes kam dhe mirënjohjet, për cilat do të flasim më pas, por sigurisht që edhe televizionistit duan të dinë pak më shumë për rrugtimin tuaj në profesionin tuaj dhe të nisim nga ditët e para. Ajo çfarë ju kujtohet kur nisët këtë rrugë? Më kujtohet si sot dita e parë, kur unë hyra me ditar në klasë. Nuk ishte e lehtë. Kisha emocione, kisha edhe frikë, se si do të pritesha nga nxënësit. Mirë po kur pashat shikimin e tyre kurështar, sikur brenda vetes e kuptova se ata janë të etur për dije. Dhe në një mënyrë e binda veten se e kam zgjedh misionin e duhur. Për të vazhduar pastaj nga ajo ditë e deri në ditën e djeshme apo të paradjeshme kur unë mbusha 42 vite në arsim. Pra 42 vite nuk janë vetëm periudhë kohore, por janë një jetë të tërë kushtuar brezave të rinj, me përkushtim, me sakrificë, me durim, me profesionalizëm. E përmendet momentin kur morë ditarin në duar dhe pat fëmijët, por çfarë ju shtyu që të mireshit fillimisht me këtë profesion? Me ju thonë të drejten, ishin familja, daja i mësues Halil Dinaj, i cili ishte në vitën të 50 një e këtej, pastaj edhe mësimdhënësit e mi të gjitha niveleve, se kanë qenë një model i jashtëzakonshëm, model i dijes, model i mirëbesimit, model i edukimit, model i atë dhe dashurisë. Kanë qenë mësimdhënës që unë prej tyre ka marrë atë modelin më të mirë të mësimdhënësit. Kanë qenë në një mënyrë shtytës, por në këtë drejtim mendoj se më kanë nxitur edhe anëtarët e familjes dhe natyrisht kam menduar se më së miri mund të kontribuoj për shoqërinë në qoftë se unë do t'i drejtohem profesionit të mësimdhënies. Profesionit më të shenjtë. Po, është e vërtet që është profesioni më i shenjtë, sepse për të qenë mësimdhënës duhen shumë kushte plotësohen. Pari duhet ta kesh durimin më të madh në botë, pastaj duhet të kesh dashuri për profesionin, e në mënyrë të veçantë dashuri për nxënësit. Ta duash punën, ta bësh me nder, me kujdes, me bashkëpunim, me të gjithë. Ndryshe sukseset nuk mund të arrihen. Po, si ishte arsimi në vitit kur ju filluat të punonit? Me thënë të drejtën, unë kam fillu punën në vitet kur arsimi mbahej pak me sakrificë dhe duhej mobilizimit të gjithë faktorit në mënyrë të veçantë gjithë shqiptarëve, kur fletoret ishin pak më të pakta. Mirë po, dashuria për dijen ishte shumë e madhe. Etja për dije, dashuria për atë dheun, pra kishte shumë faktor që ta dallojnë atë periudhë të punës në arsim me këtë të sotmen. Dhe në qoftë se ndajmë në periudha, ato të para luftës, gjatë luftës, dhe kjo e sotmja ka ndryshimet më dha. Që me besoni kur i kujtojnë ndonjëherë rënqethë. E në mënyrë të veçantë ato të viteve të 90-ta. Se puna në arsim në vitet të 90-ta edhe gjatë luftës kanë qenë vitet më të rrezikshmet dhe më të frikshmet. Se them kështu?
sepse ditari duhej të mbrohej nga helmimi, nga arrestimi, dhe ne bënim atë çka mund ta bënim. Pra, të gjithë të mobilizuar, bëm që ta mbajmë arsimin gjallë. Vetëm që nxënësit të mos largoheshin nga libri. Sepse dashuria për vendin dhe për fëmijët ishte më e madhe se sa frika dhe rreziku që na kanosej. Sakrifica, do thotë, kaq të mëdha vetëm për të mësu, për të lexu, për të bërë më të ditur, dhe kjo kohë e sotme atë lë shumë për dëshiru. Është vërtet që lën shumë për të dëshiru, mirë po atëherë ishin synimet të tjera. Ishte atë dashuria, ishte liria, ishte kombi, ishte dia. Tani sot është pak më ndryshe. Unë mendoj se këto nuk duhet harrohen as sot, por duhet të kultivohen, tani me këto forma tjera, metoda tjera që janë. Se teknologjinë ne sot duhet të mundohemi ta kthejmë në vlerë. Si ta kthejmë në vlerë? Duke e ruajtur tradicionalen. Vërtet. Duke e ruajtur disiplinën dhe duke e ruajtur punën e zellshme. Sepse unë kam përshtypjen se një pjesë e trive sot mendojnë me marrë dijen në mënyrën më të shpejtë. Pa u mundu shumë. Prandaj këto gjëra duhet të harmonizohen. Dhe në qoftë se këto harmonizohen me kujdes, në tërësi them, besoj që kam e qenë pak në nivel më të mirë arsimi sot. Do të kuptojnë dhe fëmijët e të rinj dhe të gjithë që të gjitha këto që zbulimet që janë bë sot nuk do të ishin bë, po mos kishin mësu, po mos kishin lexu, po mos ishin arsimu. Natyrisht. Libri nuk kanë ardhur vetvetiu këto. Jo, absolutisht. Libri nuk mund ta zëvendësoj asgjë. Jo. Këtë besoj që e di të gjithë. Librin, lapsin, fletorën, letrën. Prandaj tashti shkenca e thot pak më mirë ndoshta se vetë aktivizimi, mendje, shkruaj, dora me shkru, fleta, me mendu, ka tjetër rezultat. Nga kjo që të hymë në internet dhe ta gjejmë përgjigjen e gatshme. Kjo zonë shumë receptor në momenti kur edhe përmendë që shfleton, aroma e librit brenda që ka, sigurisht, tjetër është kredi diçka tjetër, për asaj që ne marrim, tabletët, smartphone-ët dhe gjithat aty i shpalosim, në fakt edhe po ndikon shumë keq edhe në shëndetin tonë. Nuk po them se pa ato nuk mund të ekzistojmë sot, por megjithatë të kemi kujdes. Të ruajmë atë tradicionalen, apo siç e përmendët edhe ju. Shiko, tradicionalja ka lënë një bazë të fortë të gjitha nivelet e shkollimit. Dhe atë duhet me e marrë dhe me e bashkërendu me këtë teknologjinë që e thash sot. Duke i ruajtur ato vlerat më të çmueshme, sepse aso kohë edhe figura e mësuesit edhe shkolla vlerësohej e shenjtë. Sot, figura e mësuesit mendoj se është në përkëmbur shumë. Ndë duhet kemi kujdes të gjitha institucionet pa përjashtim, sepse nëse ne lejojmë nivelin e nëpërkëmbjes së figurës së mësimdhënësit, atëherë ne rrezikojmë ardhmërinë e vendit. Duhet jemi shumë të kujdesshëm. Kur hartojmë planet, programet, duhet t'i bëjmë me ekspertë e fushave. Natyrisht duke ju përshtatë edhe vendit, edhe mentalitetit, edhe moshës. Ndryshe rrezikojmë shumë. Shumë e vërtet. Po çfarë ka mbet e pa ndryshuar në profesionin e mësuesit? Unë mendoj se e pa ndryshuar mbetet ajo marrëdhënia mësimdhënës në kuptimin pozitiv flas. Sepse mësimdhënësi ka për obligim që të formoj karaktere të fëmijëve, të rinjve, dhe të frymëzoj të ardhmen. Dhe kjo nuk duhet të keq përdoret sot, por duhet të kultivohet në masë më të madhe, sidomos nga mësimdhënësit e moshave të reja që vinë. Mësuese, përmendët dhe atë periudhën më të rëndë, më sfiduese, kur ishte edhe koha e luftës, por të mos i kujtojmë ato sot. Apo ndoshta duhet kujtu? Sigurisht se duhet kujtohen. Sepse tani
Ta fjalën në këtë mëngjes nga se e vërtet që nuk duhet harruna as edhe një moment të jetës sonë. Absolutisht, sepse në qoftë se ne i harrojmë gjanat, atëherë harrojmë edhe historinë. Shumë vërtet. Andaj duhet të mësohen dhe gjeneratat e reja duhet të dinë se në për çfarë ka kaluar populli i Kosovës, e në mënyrë të veçantë ata që duan të rreken profesionit të mësimdhënies, që nxënësit të njihen me historinë e shkollës shqipe, me për çfarë ka kaluar dhe çfarë ka përjetuar. Ishin vite të rënda ato kur ne u dëbuam nga objektet shkollore. Dhe përpiqeshim me tërë forcën tonë që të bënim luftë vetëm e vetëm që arsimi të mos mbetej mbrapa. Kështu që ka momente të vështira. Moment i vështirë është kur ne u kthyem në objektet tona ashtu të shkatruara plotësisht, të djegura plotësisht. Dhe kuptuam nga mediat se ishin vrarë 3 ish nxënës të shkollës sonë tashmë. Lavdim Fidaim dhe Shkelzen Morina. Ishte e rënda ajo. Dhe ne tani duhet përgatiteshim që gjithçka ta bënim nga e para. Por dashuria e madhe për punën ishte ajo që na shtynte vazhdimisht që ne të punonim, qoftë edhe në ato rrethana, qoftë edhe në ato kushte, ku pastaj objektet shkollore u ndërtuan nga shoqata të ndryshme që ndihmuan pastaj edhe vetë kontributi i komunitetit. Po cilat ishin ato momentet më të bukura? Momentet që ka pas shumë? Po, sigurisht se momentet bukura ka shumë, është kur nxënësit jep përgjigjen e saktë, kur ti e sheh që ata e kanë kuptuar njësinë mësimore, kur ata vinë me detyra të përgatitura, kur ata sot janë vende udhëheqëse, që unë kam pas fatin, kemi ish nxënësit e mi edhe drejtor në shkollë, edhe udhëheqës komune, pastaj unë sot kam fatin të punoj edhe me shumë nga ish nxënësit e mi, të cilët me të vërtet janë shumë të përgatitur. Është kënaqësi e madhe për ju, mësuese. Sigurisht se është, prandaj unë shfrytëzoj rastin t'i falenderoj edhe drejtorin profesor Nasser Abazin, edhe kryetarin e komunës zotin Halil Thaçi, pra për gjithë përkushtimin, kujdesin, angazhimin e tyre dhe udhëheqjen që e bëjnë të mrekullueshme në institucionin arsimor dhe në institucionin komunal. Përmendet një nga ato momentet, disa nga momentet e rënda dhe të vështira për cilat keni kalu dhe pashtu humbjen e tre nxënësve, po ndonjë histori tjetër që ju ka mbetur në mend, ju është ngulitur, që ndoshta do ta donit ta veçonit këtë mëngjes, ta tregonit? Po, unë mendoj se suksesi i nxënësit, kur sheh një fëmijë, një nxënës që rritet, që bëhet një profesionist i Zoti, një prind i përgjegjshëm dhe një qytetar i ndershëm, unë mendoj se është vepra më e bukur që mund të shkruajë një mësimdhënës. Prandaj, e them me shumë përgjegjësi se kur i takoj ish nxënësit e mi, dhe kur më falenderojnë për një fjalë ose një mendim timin që ata i ka bë me ndryshu jetën me kuptimin pozitiv, është moment shumë i rëndësishëm dhe i veçantë për jetën time, por besoj edhe për jetën e çdo mësimdhënësi. Unë asnjëherë nuk e di nëse kam gabim, nuk do të thoja kur ish nxënësit apo dhe ish mësuesit. Nxënësi mbetet nxënës para jush. Mësuesi është mësues. Unë dhe sa dhe gjatë studimeve të mia dhe profesori për mua do të mbetet profesor gjatë tërë jetës. Po, ju keni të drejtë në atë kuptim, por tani me që ata veç kanë kaluar fazat e ndryshme, po e them kështu, se është vërtet se mbetet nxënës, sikurse unë ose dhe të tjerët që mbeten mësimdhënës për ta. Ta që nuk është as pak e lehtë të punohet me fëmijë, plus në atë kohë një numër i madh nxënësish ishte prezent në klasa, tashmë është pak më ndryshe, është pak më lehtë, dhe si keni arritur të mbani një disiplinë dhe të fitoni respektin e tërë klasës? Pari, duhet të ketë njeriu dashuri për punën, pastaj për fëmijët. Kuptohet në këto 42 vite nuk ka qenë lehtë.
Kemi pas raste të ndryshme, ndoshta edhe që është dashur me bisedu pak më gjatë, me prindin, me fëmijët, por me punë të jashtëzakonshme, me angazhim, me bashkëpunim, duke i marrë fëmijët me të mirë, duke bisedu qetë, ashtu si që kërkon mosha, si që kërkon profesioni, ne kryjmë shumë punë, edhe të prindit, edhe të pedagogut, edhe të psikologut, edhe shumë çka jemi për fëmijët. Prandaj, kur i përdorim gjitha këto, edhe arrim disiplinën, edhe arrim suksesin. Dhe bashtu rol shumë të rëndësishëm kanë dhe prindërit tek nxënësit. Po, dhe bashkëpunimi prindërve me ju, si mësimdhënës. Po, për këto dekada sa unë kam punu, kam pas patin që me të vërtet bashkëpunoj me komunitetin. Është një komunitet shumë interesum. Tani mund t'jenë rastet të veçanta, por shumica janë të interesuar, punojnë me fëmijët. Mirë po, kohët e fundit, sikur pak kjo është zbehur. Prandaj, unë los që prindrit të punojnë pak më shumë me fëmijët e tyre. Mirë po janë këto kushtet, rrethanat në cilat ne jetojmë. Natyrisht kur punojnë të dy prindrit është pak më vështirë se kërkohet kohë. Megjithatë mundohen, përpiqen që me punu me fëmijët e tyre, a duhet më shumë me punu? Duhet. Duhet këtë një përkushtim më të madh. Shpejt ikën minutat me ju, mësuese dashur, por në minuta e fundit ju përgëzojmë për mirënjohjen cilat keni marrë, por dhe shkurt pak fjalë dhe për këtë libër që tashmë unë kam në duar. Ja që kolegu im Erxhani do e fokusoj pak fjalë. Po, është një... Do ta kujtoj. Po, është një titull mjaft tërheqës, pra është një antologji me rrëfime të udhëheqësve të shkollës, të mësimdhënësve, të nxënësve, që flasin për periudhat e ndryshme kohore, se cili rrëfim ka një historinë e vete, e në veçanti ky libër flet për sakrificën, për mundin, për çdo gjë që ne kemi përjetuar në këto etapa shumë vjeçare të zhvillimit të arsimit. Dhe ky libri këtu Puhizë poetike? Po. Do më japësh? Po. Ja. Ky është libri? Ky është libri Puhizë poetike. Është libri i radhës që ne çdo vit. Pra është grupi letrar i shkollës Hasan Prishtina Millësheb, grupi letrar Migjeni, i cili nxjerr gati çdo vit nga një libër me krijime të nxënësve, me prozë dhe poezi, dhe ky është libri më i ri, kur janë përfshirë një numër i punimeve të nxënësve, dhe është krenarim të vërtet se ka talent kjo shkollë dhe unë uroj që të vazhdojnë punën e tyre krijuese, besoj që në të ardhmen do të jetë ndonjë emër të vërtet i denj i letërsisë për fëmija, po për të rritur. Mësuesi Shabaze, ishte shumë nder dhe kënaqësi që kisha sot në studio. Nëse i kam paraqit regjisë probleme minutazhin, duke di nga se pak e kalova dhe terminin sa do të shkoj me edicionin e dytë të lajmeve apo minutat publicitar. Ne këtu po japim fund intervistës sonë, duke i falendëruar shumë që ishit mysafire në programin e mëngjesit. Ju dëshirojmë shumë suksese, dhe unë të doja edhe ca vite të shifja në para nxënësve dhe duke i mësu. Faleminderit shumë për fjalët, për ftesën në emision, edhe juve ju uroj suksese në punë, por ligji e thot të vetën, unë e kam bërë moshën. Unë e thash kjo ishte dëshira ime. Faleminderit shumë për dëshirën, por duhet t'u lëmë vend brezave të rinj, dhe unë uroj që ata të kenë sukses në rrugëtimin e tyre të dijes. Ju lumt. Faleminderit shumë. Ju lutem, faleminderit juve. Dashur miq, do të intervistën me të ftuarën që kishim dhe kuptuam për rrugtimin e mësues Shabaze për plot 42 vite dhe tashmë është koha që të ndjekim dhe minutat publicitar. Qëndroni me ne.